ndeti një zogj brenda, sikur t'ishte ajo kryepolicia e bankës, jo një inspektore, e cila ka një metodik pune të përcaktuar. E konsideroj një abuzim të madh me pushtetin gjyqësor që ndërkohë që guvernatori çohet në arrest shtëpie, inspektoria e përgjithshme në Brandenburg. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues në emisionin Studio e Hapur, unë jam Eni Vasili. Sali Berisha dhe Edi Rama kur nuk kanë rënë dakord për ndonjë gjë. Si rrallë herë lënia në burg e ish kryeinspektores së Bankës Qendrore të Shqipërisë Elivar Golemi i vuri në një llogore. Një llogore në fakt që nuk u shpjegua qartë nëse frymëzohej nga antimaskilizmi apo frymëzohej nga ligji, nëse frymëzohej nga deklaratat detyruara apo nga fryma kundër padrejtësive. Nuk ka rëndësi, rëndësi ka që na ka lënë në dorë një fakt të fortë kjo llogore ku u vund të dy. Faktin që dy nga njerëzit më të rëndësishëm politik në Shqipëri thanë që Elivar Golemi rri padrejtësisht në burg. Por çfarë ndodh me këtë të fundit? Ish kryeinspektorja e Bankës Qendrore të Shqipërisë Elivar Golemi një përgjigj pozitivisht ftesës emisionit Studio e Hapur për të realizuar një intervistë nga Qilia e burgut 313 ku ajo tashmë ndodhet prej rreth 3 javësh. Pas një negociate të gjatë me prokurorin, prej së cilës morëm në fillim një po, më pas një ndoshta dhe në fund një jo, emisioni Studio e Hapur dhe mua personalisht na u refuzua mundësia e kësaj interviste në ambientet e burgut. Sigurisht shpreh pa kënaqësinë personale, por edhe të stafit të televizionit 24 si shtëpia më e madhe e informacionit në Shqipëri për këtë përgjigje. Megjithatë, ne mendojmë se informimi i publikut është misioni ynë. Elivar Golemi ka shprehur vullnetin të komunikojë me publikun dhe drejta për të informuar është një drejtë kushtetuese për çdo qytetar shqiptar. Ne jemi vetëm shërbëtor të këtij detyrimi publik. Ne kemi në duar të nderuar teleshikues përgjigjet që Elivar Golemi ju ka dhënë pyetjeve tona, do t'i transmetojmë ato në një material të montuar, të cilin e kemi ndarë në disa pjesë. Pas pak unë do t'ju prezantoj gjithashtu edhe panelin e të ftuarve që do t'jenë në studio për të komentuar deklaratat e kësaj deklaratat e Elivar Golemi, deklarata sigurisht ekskluzive për emisionin Studio e Hapur. Përpara se të bëj këto prezantime dhe përpara se të ftuarit e mi të ulen në studio, do të fillojmë pikërisht me pjesën e parë të intervistës, e ndarë edhe ajo në disa pjesë. Le të ndjekim fillimisht se si përgjigjet pyetjes se cili është perceptimi i saj nga burgu për marrëdhënien me media, në mënyrën se si e kanë parë ato ngjarjen dhe për një detaj shumë të komentuar në media, një buzëqeshje të saj në sallën e gjyqit. Ndiqni intervistën. Zonja Golemi, së pari faleminderit që pranuat ta jepnit për mua këtë intervistë, pasi jam në dieni të faktit që këto ditë kolegët e mi kanë insistuar të shumë. Para se të nisni me pyetjet, do doja të dija perceptimin tuaj se si është sjell media me çështjen deri tani, e në mënyrë të veçantë me ju personalisht. Është e vërtet, këto ditë disa gazetarë dhe media më kanë kërkuar dhënien e intervistave për të sqaruar pozicionin tim në këtë ngjarje. I kam mirë kuptuar kërkesat e tyre, por nuk kam mundur të komunikoj me mediat. Nuk kisha qetësinë dhe forcën e nevojshme për të komunikuar me publikun, ndaj dhe i kërkoj ndjes për refuzimet e mia. Por vendosa të mos hesht më, as të vazhdoj të pres pafund se kur do të ma sqaroj prokuroria pozicionin tim. Nuk jam pyetur asnjëherë deri më sot, ndërkohë që figura ime vazhdon e përbaltet. E ndjej të nevojshme të komunikoj me media dhe me publikun, ndaj dhe nuk mund t'i shmangesha kërkesës suaj aq më shumë të një emisioni si Studio e Hapur. Komentet e medias, aq sa unë kam patur mundësi t'i ndjek, i kam vlerësuar tej mase paragjykuese, shpeshherë të pasakta, një garë për të thënë fjalën e fundit, pavarësisht saksisë së burimeve dhe pasojave të lajmit të transmetuar. Mediat kanë patur një mungesë të plot informacioni kush është Elivar Golemi apo çfarë detyrash ka kryer në Bankën e Shqipërisë. I referohen pozicionit të inspektorit të përgjithshëm që unë e kam mbajtur nga viti 2011 deri para pak ditësh.
Me të njëjtën forcë paragjykimi besoi ka envijuar edhe komentet në disa gazeta lidhur me përshëndetjen time në sallën e gjyqit. Në fakt është komentuar shumë përshëndetja dhe qeshja juaj në sallën e gjyqit në gjykimin e parë. Më lejoni t'ju sqaroj, kur kam hyrë në sallën e gjyqit ditën e diel, në ditën e tretë të izolimit, isha pothuajse shkatruar, nuk kisha asnjë informacion çfarë ndodhte jashtë, si ishin prindrit e mi. Më mbyste brenga nëse ata kishin rezistuar dhe a ishin akoma në këmbë. Në një moment pash 2 fytyra familjare të tmerruara, por që po mundoheshin të më jepnin një buzëqeshje. Buzëqeshja atyre më dha forcë për t'i përshëndetur, e gjitha kjo ishte për t'ju dhënë sadopak zemër atyre në atë gjendje që i pash, për t'ju thënë se nuk është asgjë, se unë jam mirë dhe gjithçka do të kaloj. Kjo është historia e përshëndetjes në sallën e gjyqit, aq e komentuar në gazeta, deri aty sa një gazetare më ka krahasuar me një naziste, vetëm pse qesha atë ditë. Por këto janë vetëm rrëfimet e para të ish kryeinspektores. Të tilla në intervistën që do të transmetojmë në emisionin e sotëm janë shumë. Mëtej, Livar Golemi vazhdon të tregoj për momentin e arrestimit dhe natën e parë në burg. Livar Golemi ka qenë në një kafene pranë shtëpisë së saj kur ka lexuar titrat në televizionin News 24 se ishte arrestuar. Ndiqni rrëfimin e saj. Si e mësuat vendimin për arrestimin tuaj? Atë ditë e premte më 5 shtator në mbrëmje kam dalë nga zyra diku nga ora 6:30 7:00 pasdite. Kishim të paktën 6 javë që pas ngjarjes së ndodhur në departamentin e emisionit, që fillonim punën në 8 të mëngjesit dhe vazhdonim deri në darkë, madje ka pasur raste deri në mesnatë. Kam qenë në një kafene pranë pallatit ku banoj me një mikesh, kur një kushëriri im më merr në telefon dhe më tha: "Shiko lajmet tek News 24." Pash titrat dhe u shokova. Arrestohet guvernatori Fullani. Mu duke pabesueshme. Guvernatorin e kisha atakuar vetëm pak orë më parë, ku i kisha dorëzuar një raportim pune. E kisha lënë në zyrë pas një takimi me misionin e FMN-s. Nuk kisha parë gjatë gjithë ditës as shenjën më të vogël se mund të ndodhte kjo. Ishte dita kur 2 antarë të Këshillit Mbikëqyrës kishin dhënë dëshminë e tyre në prokurori, bashkë me ish-inspektoren e përgjithshme. Jo, s'ka mundësi, mendoja me vete. Ndërkohë titrat ndryshojnë dhe filloi të lexoj, arrestohet inspektoria e përgjithshme Livar Golemi. Nga britma tona njerëzit kthyen kokat për një moment, por nuk më njinin dhe nuk besoj se dyshuan se njeriu arrestuar ishte ende aty në lokal midis tyre. Po unë jam këtu, thash me vete, si m'pas kanë arrestuar. Kështu arrestimin tim e kam mësuar nga lajmet në lokal. Pas kësaj telefonova avokatin të cilin e njihja që më parë dhe i kërkova të dija ç'duhet të bëja. Prit në banesë më tha dhe mos u largo, se po nuk të gjetë në shtëpi rrezik të shpalli në kërkim dhe mund të konsiderohet sikur ke dashur të fshihesh dhe mund ta quanin rrethan rënduese. E pyeta mos duhet të shkoja vetë për t'u sqaruar, megjithse as nuk e dija se ku duhet të shkoja. Akoma nuk më besoi se isha arrestuar. Jo, më tha avokati, prit në shtëpi se vin vetë ata. Shprehje si arrest, shpallje në kërkim e tjerë, kisha lexuar shpesh në gazeta, por as që më shkonte mendja se do t'i përdorja ndonjë ditë për vete. Çfarë menduat? Cilat kanë qenë ndjenjat e para? Nuk mbaj mend si jam gjitur deri në shtëpi, isha komplet empir. Jam përmendur vetëm kur kam hasur shikimin e prindërve të mi, të cilët po më prisin tek dera e shtëpisë. Nga sytë e skuq u kuptova se kishin marrë lajmin. U kërkova të mos shqetësohen, pasi me siguri thjesht do të më merrin në pyetje dhe do kthesha në shtëpi. Nuk pata kohë të mendoja apo të ndjeja diçka më shumë, pasi trokiti dera dhe u shfaqën të paktën 7 burra civil, mund të ishin dhe më shumë, por nuk munda t'i numëroja. Njëri prej tyre mu drejtua duke më pyetur për emrin. Duhet të vini me ne, tha, pasi pohova që jam Livar Golemi. I kërkova arsyen dhe nëse kishin një urdhër arresti. Njëri nga ata mu përgjigj se arsyen e kisha marrë vesh nga mediat. Ka një orë që japin të gjithë mediat, duke i ke dëgjuar ti? Ishte vetmja përgjigje që mora dhe asnjë komunikim të shkruar, asnjë letër, madje as më kërkuan kartën time të identitetit, nuk më paraqiten as dokumentin e policisë. Mora në sy që kishin radio, celular dhe pistoleta me shumicë, thjesht u binda. Shikimin dhe dhimbjen e prindërve të mi atë moment nuk kam për të harruar sa të kem frym. A ju a lexuan të drejtat në momentin e arrestimit? Çfarë të drejtash? As sot nuk më ka treguar njëri ndonjë të drejtë. Pasi la shtëpinë më shoqëruan drejt një makine që priste në rrugë. Nuk e kuptova për ku po drejtoheshim, por nuk guxoja të ndihesha. Flisnin shpesh me radio ose celular, madje njëri kishte 3 celular, ndërsa një tjetër njërin nga pistoletat e mbante të lidhur në këmbë.
mbërritëm në drejtorinë e policisë, ku prisnin shumë kamera e gazetar, nuk vonoi dhe avokati im. Ndërkohë që prisja në zyrë, hyri dhe guvernatori, zoti Fullani, u përshëndetëm dhe e pyeta, çfarë ishte kjo, guvernatori, thash, çfarë kemi bërë? Pash që ishte një lloj i shëkuar nga arrestimi, ishte pa fjalë dhe shumë i ftohtë ndaj gjithë asaj situate pa kuptim. Kemi ndenjur për rreth 10 minuta aty, nuk komunikua më gjatë, ndërkohë që oficerët e policisë më shoqëruan në katin e parë, ku mësova se ku ishin qelit. A mund të ma përshkruani natën e parë në Burg? Nata e parë. Ende më dhëm kur e kujtoj, apo më mirë ato 3 net izolimin ato qeli. Ora mund të kishte kaluar mes natën kur u mbyll dera e hekur të qelis. Brenda kish një shtrat me batanie, një banjo dhe një lavaman në tokë dhe në parvazin e dritarës kishte pafundësi bishta cigaresh dhe grumbuj pa pastërtish. Natën e parë kam ecur në këmbë, nuk kam fjetur. Për herë të parë atë natë i lejova vetes të qaj, për të lecuar shpirtin dhe ka qenë vetmja deri sot. 3 net dhe 3 ditë në izolim, pothuajse pa gjumë dhe pasi informacion se ç'bëj, 3 ditë të barabarta me 3 vjet, më të vështirat në jetën time. Ditën e dytë erdhi avokati që më solli ca rroba dhe ushqime nga shtëpia. Më informoi që ditën e diel do të zhvilloj seanca në gjykat, por se vendimi ishte marrë në mungesë dhe nga informacionet që kishte nuk pritej asnjë ndryshim. E thënë ndryshe, gjithçka ishte paravendosur, arrest me burg. Lajmi nuk ishte as pak i mirë dhe 2 ditët në vijim kam mbajtur shpirtin vetëm me ujë. Të nesërmen i kërkova rojës një fshes dhe një kovë me ujë dhe pastrova qelin. A shpresonit megjithatë se masa mund të ndryshonte në gjykat? Kur mësova se gjyqtarja ishte femër, nuk e di pse pata një moment qetësie, mendova se do kisha një mbështetje. Gjatë seancës jo vetëm që nuk ndjeva solidaritetin femëror të pritur, por mungoi dukshëm etika dhe profesionalizmi në atë seancë gjyqësore. Gjykatësia më pyeti emrin dhe generalitetet e tjera, për të konfirmuar që isha unë personi i saktë i arrestuar, pa më lënë mundësinë më të vogël as mua as avokatit tim për t'u sqaruar mbi faktet dhe provat lidhur me caktimin e masës sigurimit arrest me burg. Përgjigja ishte e ftohtë dhe e prerë. Nuk është vendi këtu për t'ju dëgjuar juve. Do të keni seanca të tjera. U përballa me një mohim të frikshëm të drejtës sime për t'u shprehur dhe dëgjuar. Mirë që nuk na la të flisnim as mua as avokatin. Sipas saj, ne ishim aty për të dhënë vetëm generalitetet, por pse sillej me aq arrogancë dhe pa etik nuk e kuptova. Si ka mundësi të sillet një gjykatëse aq e egër kur unë isha me pranga në duar? U transferova tek 313 ditën e hënë. Më dërguan në një qeli tjetër. Përsëri fillova pastrimin nga e para. Kështu Livar Golemi mbeti në burg. Por cila është vajza 37 vjeçare me hobi alpinizmin, e cila nga majat e financës përfundoi në pranga. Përpara se të vazhdojmë me rrëfimin e saj, ju ftojmë të ndiqni në 60 sekonda një CV të saj. Cila është ajo? Livar Golemi u lind dhe u rrit në qytetin e Shkodrës. Ndoqi studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Kreu fakultet të dytë, dega juridik pranë Universitetit të Shkodrës. Ka në CV-n e saj masterin për administrim biznes dhe një sër kualifikimesh të tjera. Pas përfundimit të studimeve për 4 vjet, punoi si asistent pedagoge në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës. Në vitin 2003 nisi punën pranë Bankës së Shqipërisë. Ajo e vlerëson veten me fat që ju dha mundësia të punoj më shumë se 12 vjet në institucionin më të lartë të sistemit financiar. Detyra e parë në bank ka qenë specialist pranë sektorit të kontabilitetit, por fal aftësive dhe profesionalizmit të saj, arriti të ngjisë shkallët e karrierës brenda këtij institucioni. Në vitin 2011 u votua nga Kuvendi i Shqipërisë në pozicionin e inspektorit të përgjithshëm. Mbante këtë detyrë kur arrestua më 5 shtator të 2014-s me akuzën e shpërdorimit të detyrës pas skandalit të vjedhjes në Bankën e Shqipërisë. E nevojshme kjo CV për të vazhduar me rrëfimin tjetër të Livar Golemit dhe pyetja që vazhdon është pikërisht kjo. Çfarë mendon ish kryeinspektorja e Bankës Qendrore të Shqipërisë për investimin e saj intelektual? Sigurisht një person në dy fakultete nuk pret ta gjesh pas hekurave të burgut. Të ndjekim këtë pjesë të fundit të gjithë blokut të parë të intervistës që neve kemi përzgjedhur për ju nderuar teleshikues dhe rikthehemi sërish në studio.
keni një CV të pasur me 2 fakultete, një seri seminaresh, certifikatash. Sigurisht një njeri me CV-n tuaj nuk pret ta gjesh në burg. Si ndjeheni për investimin tuaj intelektual? Investimi që kam bërë në ngritjen time intelektuale sigurisht që është aseti më me vlerë që unë disponoj. Jam e sigurt se kjo që ndodhi është vetëm çështje kohe dhe nuk do të zbe asgjë nga ky aset me vlerë. Durimi është litari i shpëtimit. Unë do t'i sfidoj të gjitha vështirësitë dhe në fund kam për të dalë e pafajshme. Jam e sigurt për këtë. 2 javë më parë ishit inspektore e Bankës Qendrore. Më pas erdhi arrestimi, shkarkimi nga kuvendi, shumë gjëra ndryshuan në pak ditë. A mendoni se po ju bëhet një padrejtësi dhe pse? Por ironi të fatit, kur jam paraqitur për herë të parë para kuvendit si kandidaturë e propozuar për të kryer detyrën e inspektorit të përgjithshëm, në seancë mungonte opozita, pasi kishim braktisur pjesëmarrje në parlament. Ishte shkurt 2011. Edhe tani në shtator 2014 kur u bë shkarkimi, përsëri opozita nuk mori pjesë. A zhvall kjo një përmbushje detyrimeve ligjore? As pak nuk më shqetëson shkarkimi. Mendoj se është vetëm një vendim i pastër politik, i pa argumentuar dhe i pa bazuar në dispozita ligjore, vendime që për fat keq rëndom merren në Shqipëri, por ka të mirën e vet. Të paktën askush nuk mund të thotë se po u lirova do të prish provat. Sigurisht që më shqetëson shumë arrestimi dhe mendoj që është goditja më e rëndë që mund t'i bëhet çdo personi që kryen një funksion publik. Në arrestimin tim nuk ka asnjë prova, po fakt që mbështet akuzat e ngritura ndaj meje. Në caktimin e masës së sigurimit arrest me burg, nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm dhe të mbështetur në prova për kryerjen e veprës penale shpërdorim detyre. Arrestimi është kryer vetëm mbi një supozim në organet hetimore, por rrjedhoj, gjykata duhet të kishin qenë më objektive lidhur me caktimin e masës së arrestimit. Pas pak minutash, në këtë studio tulen 4 panelistë nderuar teleshikues për të diskutuar pikërisht për këto deklarata, këtë pjesë të parë, të bllokut të parë që ne kemi përzgjedhur nga intervista ekskluzive për studion e hapur marrë ish kryeinspektores tashmë në arrest Elivar Golemi. Do të komentojmë këto deklarata të para, por do të vazhdojmë edhe me bllokun e dytë të intervistës, ku Elivar Golemi sqaron edhe një herë pozicionin e saj, jep versionin e saj sa i takon përgjegjësive gjithmonë sipas saj përsa i takon vjedhjes në Bankën e Shqipërisë, skenarët e mundshëm dhe gjithashtu jep edhe disa deklarata dhe informacione mjaft interesante. Qëndroni me ne pas një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi drejt për drejt nderuar teleshikues në studion e hapur, këtë radhë janë ulur edhe panelistët e mi, të cilët ua prezantoj me një herë, Shlirim Gjata jurist, mirëmbrëma, mirë se erdhët, faleminderit që jeni me mua, Elsa Ballauri, grupi shqiptar për drejtat e njerëzit, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua, dhe kolegët Artan Hoxha, drejtuesi i emisionit Xhungël, autor, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua tani sonte. Kolegu tjetër Gjergje Rebara, gazetar i Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigative, një nga penat që nuk e humb asnjëherë. Faleminderit që jeni me mua Rebara. Faleminderit. Atëherë, së bashku me mua ju ndoqi të pjesë të parë të intervistës ish kryeinspektores Bankës Qendrore të Shqipërisë. Ju kujtoj edhe një herë nderuar teleshikues, është një intervistë e cila vijon. Në pjesën e dytë të emisionit do kemi edhe një pjesë të dytë të intervistës ku Elivar Golemi përshkruan ngjarjen sipas saj, versionin e saj të fakteve, çfarë ka ndodhur me vjedhjen, si ka mundësi të ketë ndodhur ajo, për sa kohë ka ndodhur, e cilët janë përgjegjësit sipas saj. Por le të qëndrojmë me komente në pjesën e parë, mënyrën se si u arrestua, përjetimet e saj brenda në burg, marrëdhënia me prokurorinë, mediat e tjerë. Si thash edhe një herë, ju ndoqët bashkë me mua këtë pjesë të parë të intervistës. Do doja ta filloja me ju edhe si jurist, zoti Gjata, për një pyetje të thjeshtë. Në fakt, emisioni Studio e Hapur, televizion 24 mund thua shumë që të arrinte të hynte në ambientet e burgut, duke qenë se vetë zonja Golemi shprehu vullnetin për t'ju përgjigjur pyetjeve të Studios Hapur. Shumë gazetari kishin tentuar, por ajo vendosi të jepte një intervistë për Studion e Hapur. A është normale që prokuroria të mos e jap këtë leje, po? Nuk është normale sepse nuk është e ligjshme. E drejta fjalës, e drejta shtypit, është e drejtë kushtetuese, është e drejtë universale, me gjitha kartave drejtave të njeriut, e drejtë ligjore, pra në çdo aspekt ta marrësh është vetëm e drejtë, nuk është detyrim. Nëse personin fjalë bie dakord që t'ju japi të shprehet për juve, absolutisht nuk ka asnjë institucion, qoftë prokuroria apo kushdo qoftë, aq më pak prokuroria, pa asnjë institucion edhe për mbi prokurorin, që mund t'i ndalojë median të marrë një intervistë kujdo dhe për çfarë do. Pra, jemi në kuadrin e të drejtave, po themi universale dhe kushtetuese për këtë fakt, për këtë problem.
A çështje tjetër, prokuroria thot po unë dua të ruaj sekretin e timor. Le ta ruaj prokuroria. Argumentimi i prokurorisë për të qenë edhe të drejtë me të është le ta ruaj për vete prokuroria sekretin e timor. Askush s'ka ligj që detyron të pandeurin të ruaj sekretin e timor për aq sa i takon të pandeurit. Tani unë nuk dua ta banalizoj, ti jemi i pandeur, në burg u ndal në bord dhe i bërtas gjitha sekretet më të mëdha. Çfarë do të bëj prokuroria? Dhe për ta vazhduar më shembuj, ne kemi shembujt e Pjetër Arbnorit, 28 vjetë burg, doli dhe i shkruajti të gjitha, apo Visargjitit që i nxirrte në për shoje këpucësh poezit e tij. Sot 24 vjetë demokracit kemi probleme tilla që nuk lejohet media të marrë një intervistë, është e papranueshme. Në fakt, krahasimi është pak i gabuar, sepse pikërisht duke ardhur nga ajo periudhë atëre, ne reflektojmë në këtë formë të tanishme. Kështu që s'duhet bërë. Po them edhe unë, fakti që kemi një histori të tillë nuk duhet përsërisim të njëjtat situata. Tani, në fakt, ndoshta ti ke vuajtur gjithmonë nga ky problem, apo është i ri si problem? Nga eksperienca gjatë që kam unë me sistemin e drejtësisë në Shqipëri, me përjashtim të një rasti që me sa kujtoj du të jetë viti 1999, pra shekullin e kaluar, kur prokurori i përgjithshëm me asaj kohe Erben Rakipi më lëshoi një autorizim që unë të takoja në atë kohë ishte në gjendje paraburgimit Myrtezat Saushi apo siç i njohur kapo i bandës Çoles, në ambientin e paraburgimit në Fier, në të gjitha momentet e tjera, më mbrapa edhe më para nuk jam autorizuar për të takuar persona që ishin në gjendjen e paraburgimit. Pra, duke patur parasysh gjithë të pasqyrë, pra nga viti 99 që përmenda, edhe deri sot, nuk më të çudit fakti që nuk është lejuar, është kthyer në një praktik pune. Po që nuk bazohet në një ligj, se unë mundova dhe të hulumtoj. Në mënyrën që prokuroria justifikohet me faktin që personi në fjalë i marrën cilësinë e pandeurit është gjatë fazës së hetimit nga ana e prokurorisë dhe ai mund të nxjerrë informacione, mesazhe të dhëna që mund të dëmtojnë hetimin, mund të informojnë persona që kanë ndjenim i ngjarjen dhe vazhdimisht kanë përdorur këtë lloj mënyre për ta penguar median apo për të penguar. Unë aktualisht kam disa persona që janë në fazën e hetimit, madje persona që kanë informacione që besoj që janë shumë të rëndësishme edhe për publikun, jo thjesht për çështjet që ata, sepse nuk më intereson çështja, më intereson fenomeni, dhe në të gjitha rastet në mënyrë në sinkron, pra, të gjitha institucionet e burgjeve në Shqipëri, si burgjet që janë rreth, drejtoria e përgjithshme e burgjeve, nuk ka autorizuar kontaktin me këta persona me vetëm qëllim që mund të dëmtosh hetimin. Ndërkohë ka një rrugë tjetër që kjo është procedurë që unë e kam parë nga kolegët edhe jashtë, që prokurori mund të çojë një njeri të vetit, intervista mund të bëhet e regjistruar dhe një kopje para se të publikohet e merr organi i akuzës dhe heq ato, censuron pjesët ku ajo mendon që mund të dëmtojë hetimin, por nuk është e nevojshme që ta bllokosh. Në fakt, më fal, tani ne i kemi ofruar të gjitha këto opsione prokurorisë, të merrni një prokuror me vete, i kemi dërguar dhe pyetjet për të patur ata ndjenit plot dhe ishim të hapur dhe për të na thënë këto pyetje bën, këto pyetje nëse bëhen. Prokuroria nuk pati për sensibilitetin që ka kjo çështje. Ne kemi folur bashkë para se ju ta tentonit dhe kam thënë që nuk kam për të dhënë lejen. Vetëm në raste kur është dhënë leje që media të hyjnë me kamera në burgje, kohët e fundit kanë qenë kryesisht edhe për media preferenciale dhe të dënuar të cilët e kanë kaluar, kanë marrë vendimin dhe e formës prerë, edhe nga gjykata. Për fat të keq ti patë të drejtë, por problemi është që siç thash, misioni ynë është informimi, e drejta për informim është drejt kushtetuese, ne ndjemi shërbëtor në këtë kontekst dhe sigurisht për këtë arsye ne publikuam në një formë tjetër, sidoqoftë vullnetin e zonjës Golemi intervistën e saj. Të them dhe diçka në këtë. Kjo lloj procedure, të cilën mundohet organi hetimi ta ndjeki me të pandeurit në fazën hetimore, kryesisht i pengohet ata për të folur me mediat, nuk është se ka dhënë një rezultat. Mjafton të kujtoj vetëm javën që kaloi, i pandeuri Arben Froku ka folur nga burgu me telefon e burgut, pra me telefon fiks, drejt për drejt me studion e televizionit tonë dhe ka bërë pikërisht atë që pretendon prokuroria të ndalojë, pra nxjerrjen e sekretit timor, ka dhënë identitetin e një personi i cili gëzonte cilësinë e dëshmitarit të mbrojtur nga drejtësia shqiptare. Pra, kufizon mediat
dhe lejon të ndodhi kjo. Me efektin e kundër, ndërkohë që mund bashkëpunoj me mediat dhe të ketë... Brenda një jave kemi dy precedent. Një precedent që ti shkon konform gjithë rregullat dhe pengohesh, dhe precedenti tjetër, ai tjetër gjen një mundësi, i lejohet telefonata ta bëj me jashtë, sepse e bën me telefon fiks, dhe ka folur me një studio televizive dhe ka thënë po, dëshmitari i cili është në këtë situatë është filan. Nuk të doja ta... Unë do jem pak për të vazhduar atë që tha Tani, me të shumë të drejtë, ai sa më duket sikur mënyra pak ekstreme e ndalimit të këtyre gjërave bëhet ndoshta instinktivisht dhe për të fshehur pasigurinë e vetë institucionit. Në përgjithësi, institucionet tona janë të pasigurta, institucionet tona akoma janë të pastabilizuara, profesionalisht dhe psikologjikisht, do thosha, psikologjikisht në aspektin që janë shumë vulnerabël përpara politikës, sidomos, dhe merren këto masa ekstreme në një kohë që me të drejtë, dhe këtë që tha Tani, ne kemi provuar për vite me radhë, se si edhe të ndaluarit në neti mund të marrin me celularët e tyre, kudo, këdo, ndonë se ata duhet jenë në një pozicion komplet tjetër dhe të sigur dhe të mos të qojnë informacionën atje ku në mënyrë të pa kontroluar, përsëri ata e bëjnë këtë. Dhe të vetë institucionin ndjeti pasigurt dhe ndofta ndjeti pasigurt dhe për faktin se duke dhe një intervistë të tillë medjave, pavarësisht se intervista mund të jetë shumë korrekte në mënyrë dhe konform rregullave, ata kanë frikë se mos në përgjithësi, flas për institucionet e drejtësisë, të cilat janë shumë të atakuara dhe shumë të pas stabilizuara dhe shumë të friksuara në vetvete, sepse duhet jenë konforme me atë që ju kërkohet, duhet jenë konforme me gjithë kontekstin politik dhe nuk shikojnë që ata duhet bëjnë punën e tyre në mënyrë krejtësisht pavarur, sikur duhet jenë një institucion komplet i izoluar nga ndikimet e jashtme. Me në shekullin e teknologjisë është që e vështirë të mbash të fshehta tashmë se... Por, nuk është puna atje, mund të mbajnë të gjitha të fshehta dhe mund të ndiqen rregullat siç duhet. Problemi ynë është që ne kemi një drejtësi të kompromentuar. Ne kemi një drejtësi e cila ndikohet nga politika, e cila është në dorën e politikës, është një marionet në dorën e politikës. Dhe kjo është ajo që po vuajmë sot e kësaj dite. Kështu që duke pasur institucione të tilla, ne kemi shumë vështirë pastaj të gjejmë se ku është rregulli, si duhet ndjekur ai. Kështu që është, po mua ndofta nuk më shqetëson kaq shumë kjo se sa ato të tjera që ajo. Sigurisht, do të ndalemi më një herë, por nuk do doja ta privoja nga komenti e Rebarën. S'dua të ndalem më gjatë. Nuk ka frikë se po i del sekreti. Ka frikë se del pa aftësia saj në këtë çështje. Ne jemi të kujdesshëm që sekretet mos e nxjerrim çdo qoftë. Ne kemi autocensur profesionale. 10 veta janë të lirë aty siç e ka sekret. Ajo çështje tjetër është që me çfarë vret, domethënë prokuroria në shumë çështje, si në rastin e Bankës së Shqipërisë ashtu edhe në rastin e 3 deputetëve të Mark Pandeur, 2 deputetëve të Mark Pandeur, i kanë dalë proba shumë sekrete në ser si përgjimet me kamera për shembull, që duhet ishin vetëm në prokuroritë të përgjithshme. Nuk ka marrë mundimin që ti hetoj se nga ka dalë kjo sekretet i marë. Pra duket sigur ka 2 standarte, në të një standart është që kur i intereson prokurorisë për marrëdhënie me publikun i nxjerr provat, dhe kur nuk i intereson pastaj thotë që është sekretet i marë. E qartë. Në fakt, është kaq e dukshme apo jo Rebara. Do doja ta mbyllja këtu këtë pjesë me shpresën se prokuroria do bëhet më fleksibël dhe më bashkëpunuese me median, me gazetarët. I rikthejmë intervistës zonjës Golemi, që është edhe thelbi i çështjes që ndoqët pjesë në partë intervistës ku ajo ka përshkruar arrestimin e saj, momentin e arrestimit, si e ka marrë vesh, si ka përjetuar bashkë me familjarët e saj mbërritjen e forcave të policisë, si ka kaluar natën e parë në burg, përballjen me gjykatën, në gjyqin e parë, përballjen me apelin e tjerë. Do doja se pari sensibilitetin tuaj nga ajo që dëgjuat, zonja Ballauri, pasi kam përshtypjen se me të gjithë ne ka të bëjë, po ndoshta me drejtat e njerëzit, kjo pjesë e parë e intervistës ka lidhje. Ka një sër gjërash të cilat për fat keq ne nuk kanë ndryshuar, që në mënyrën se çfarë komunikimi njerëzor kemi dhe profesional, sigurisht, në momentin që një person ndalohet. Ajo tha që e tha shprehimisht dhe normale është dhe sa kemi dëgjuar ndonjëherë, nuk ju lexuan asnjëherë të drejtat, nuk ju than asnjëherë të drejtat së pari, apo jo, kjo ishte një nga. Përveç se mua më bëri shumë përshtypje, them drejtën, dhe më riktheu në periudhën e asaj kohe kur lexonim ato librat të cilat ku deshim dilim çik nga
nga izolim që kështë krijuar diktatura, më kujtua me qeshjen e saj, me atë qeshjen e famshme, cila që pas ka bërë buj në përfat, ashtu unë nuk kam ndjekur ka shumë në media, s'kam qenë atë ko. Dhe më bëri përshtypje dhe më kujtoj atë filmin, librin e famshëm të Erik Böll, Nderi humbur i Katerina Blumit, e cila nuk ja u shpegonte dot për një krim që akuzoi që e kishte bërë, nuk ja u shpegonte dot gjyqtarëve se si kishte shkuar, kishte bërë një xhiro me makinë sepse kishte qef ta bënte. Domethënë ajo nuk e gjente dot alibin për të treguar se kishte pasur nevojë të bënte një xhiro në një fushë të hapur dhe askush se kishte parë. Dhe tamam në atë moment kur ajo mungonte në atë vend, askush se kishte parë, ajo u quajt fajtore për një faj që se kishte bërë. Domethënë, është si puna asaj të akuzohesh sepse ndjen diçka, të akuzohesh se ke një botë shpirtërore dhe të anatemohesh aq më tepër dhe aq më keq nga media, që është vërtet shumë e rëndë. Kjo unë them se është një rast, një case study për të studiuar, jo në aspektin vetëm të drejtave të njeriut, por dhe në aspektin e se ku e kemi, se në që grad ka shkuar ose është ka të ndisur media shqiptare. Dhe për të gjukuar një njeri dhe për të bërë fajtor... Nuk do doja që... Në shpinë e medias të pargjukojmë të torën, të akusim të gjithë në në qofë se s'ka një diskutim kundërshtues dhe një reagim, qofte edhe nga një media e vetme kur bëhet dhe s'ka një debat që shqetëson të tjerët, unë mendoj se gjithë janë përfshirë edhe me heshtje në këtë gjë. Kështu që pavarësisht nga kjo, pastaj një tjetër problem që shumë i rënd dhe që për fat keq nëse kemi rregulluar akoma në burgjet shqiptare janë kushtet në cilën ajo, sepse ose është marrëdhënia me gjyqtaren që ajo pati. Gjykatësia tha ishte si një person, domethënë që në momentin që njëri ndalohet në Shqipëri dihet në trurin e të gjithë personave të drejtësisë apo jo drejtësisë ai është një kriminal. Prezumimi i papajësisë nuk jepet në si koncept. Rebara, çfarë të bëri përshtypje në këtë pjesë të parë të intervistës? Ju kujtoj nderuar shikues se më njëherë pas bisedës sonë do të vazhdojmë me pjesën e dytë, e cila fokusohet tek ngjarja, tek vjedhja, si ka ndodhur vjedhja. Detaj më prekës do të thënë është fakti se si trajtohen njerëzit zakonisht në dyert e drejtësisë në Shqipëri dhe jo vetëm zonja Golem, por çdo person tjetër, do të thënë. Unë kam pas dy raste gjyqje e Romës në Fier për shembull, që edhe kam parë nga afër se si koncepti i vërtetimit të faktit para gjykatës shqiptare është inekzistent për shembull, ose që një fjalë policie është automatikisht provë për dënuar një njerëz me burg. Kjo ndodh edhe kjo është më shumë neve duhet shohim sistemin e drejtësisë në tërësi dhe jo vetëm në rastin e zonjës Golemit. Sigurisht. Dhe kemi imagjinoni tani çështje që janë njerëz jo publik ose çështje që nuk lidhen me ngjarje kaq të madhe si Banka e Shqipërisë që përballen me dyert e drejtësisë. Atëherë duhet shohim domethënë që neve në fakt në krahasim me kohën e komunizmit, për sa i përket të varfërve ose të pafuqishmëve, nuk ose kemi ndryshuar shumë. Me qartë, sepse në fakt në këtë moment që ne po flasim nuk ka rëndësi, nuk është rëndësishme nëse Elivar Golemi është fajtore apo jo. Kjo është çështje e gjykatës, kjo është çështje e drejtësisë, por sigurisht ka të drejtë të trajtohet në bazë të gjitha procedurave dhe dokumentave që njeh e drejta e njeriut apo jo. Tani? Jo, unë nuk befasova për mënyrën e trajtimit, që është në momentin kur e ka marrë vesh lajmi nga media. Pa është normale për shembull që të merret vesh nga televizioni? Po s'është normale, por vendimi i gjykatës është dhënë disa orë përpara. Pra prokuroria ka patur urdhër arresti në dorë, ka atë procedurën që ja kalon policia mban në vëzhgim personat të cilët duhet të jenë objekti i një veprimi operacional dhe në momentin që i mbrin dokumentacionin atëherë shkojnë e bëjnë ndalim. Tani, pse ka rritur informacioni? Ishe i lajm i bujshëm. Kushdo nga institucionet e shtetit shqiptar, atë ditë është përpjekur të përfitojë sa më shumë politikisht, mediatikisht në këtë histori dhe ajo u shit si një lajm i cili ka patur raste, kujtoj tani një ngjarje që ne kemi shkruar në orën 8 darkës që është arrestuar filani dhe ai është kapur të nesme në orën 8:30 para dite. Pra, ne e dinim përpara, madje ne e dinim se ishte arrestuar, në fakt ai nuk ishte arrestuar, ka lexuar te gazetën. Pra, mendoni që çfarë diferencë kohore. Në fakt tani kjo është sekreti hetimor i prokurorisë, ë? Nuk e di. Ai është problemi i saj, nuk është problemi jonë. Jo, pra ne po them. Absolutisht po. Sekreti hetimor i prokurorisë. Dhe mënyra pasaj e procedimit që bën policia
kemi një problematik të madhe, po thuaj në të gjitha rastet. Kemi një ashpërsi, unë nuk do të veshja shumë trupës operacionale që kryejnë veprimin, sepse ajo instruktohet përpara, por më tepër do të kërkoja nga ata që kërkojnë ekzekutimin e një vendimi për mënyrën si procedohet. Nëse kujtoni rastet e fundit të bujshme të arrestimeve në Shqipëri, që te guvernatori Fullani, mënyra si u arrestua, u filmua, madje kota e fundit dhe filmuan, ish generali i Ministrisë Mbrojtjes, po ashtu u arrestua nga ish varësit e tij dhe u filmua dhe u tentua në prezencë të kamerës t'i viheshin pranga kur kemi të bëjmë me persona që nuk kanë paraqitur rrezikshmëri. Pra, në këtë raste, kur ai nuk paraqet rrezikshmëri, kur ai i nënshtrohet menjëherë urdhrit që ka policia, nuk e shoh të nevojshme dhe nuk e gjej të argumentuar pse duhet trajtohet në atë mënyrë. Por me sa duket ashtu është urdhri për t'i trajtuar, se jam i sigurt që policia nuk e bën koka e vet atë. Urdhri për t'i trajtuar është në këtë formë. Pra, ju do të silleni në këtë mënyrë ndaj X personi dhe pastaj më rënda në gjithë historisht fakti që unë besoj që prokuroria nuk ka kërkuar një masë më të butë sigurie për guvernatorin dhe më të ashpër për kryeinspektoren. Përkundrazi, prokuroria ka kërkuar për të dy të njëjtën masë sigurie. Por çfarë ka ndodhur? Meqense gjykata e apelit ka ndryshuar ose ka zbutur masën e sigurisë për guvernatorin dhe ka lënë në fuqi masën e sigurisë për kryeinspektoren, atëherë efekti në publik ishte i madh, sepse ne mendojmë që një njeri po iku nga Qelieburg dhe shkoi në shtëpi është i lirë. Në fakt ai është në arrest shtëpie, është po ashtu i burgosur, po ka edhe ligji e parashikon që në rast se ai do të dënohet çdo ditë para burgimi ose arresti shtëpiak vlerësohet si një ditë burgu. Pra, ky ka lojtur efektin e dytë dhe kjo është pastaj perceptimi si e ka publiku. Sa në lidhje me gjyqtarën e shkallës parë, që i kishte kushtuar rëndësi zonja Golemi, ka i problem, vendimi ishte marrë, dhe në shkallën e parë, ajo thjesht është njohur me vendimin që ishte marrë. Pra, asaj është komunikuar vendimi. Ligjërisht nuk është ashtu. Po them, çfarë ka ndodhur? Ajo është masa e sigurisë për të është marrë në mungesë. Ajo atë ditë thjesht është bërë verifikimi që shtetësia që është në sallën e gjyqit është me generalitetet Elivar Golemi, i komunikohet masa e sigurisë, nuk duket normale, zakonisht policia i ndjek këto raste, domethënë këtë procedurë ose prokuroria i ndjek këtë procedurë në bashkëpunim me gjykatën kur të pandehurit rrezikojnë të largohen nga vendi ngjarjes, nëse marrin informacion ata mund të shkaktojnë, mund të dëmtojnë hetimin, mund të bëjnë presion mbi njerëz që kanë informacion mbi ngjarjen. Por në raste të tilla nuk është nevojshme. Duhet provuar. Jo, unë s'do ndaloj atë momenti i arrestit, marrë vesh nga mediat apo kushtet në dhomët e izolimit ato 3 ditët e para, se janë të njohura. Nuk është rasti i parë, janë me qindra, ne i kemi dëgjuar e stër dëgjuar këto. Kështu që nuk është. Ajo që unë do të ndaloja janë vetëm 2 momente. Momenti i parë është trajtimi që institucioni i prokurorisë i ka bërë këtij rasti në raport me këtë person, apo edhe me guvernatorin, po meqense jemi te ky person tani, me 20 korrik më duket, ka filluar kjo çështja me 22, diçka e tillë. 15 korrik, okej, aq më keq. 15 korrik dhe deri me 5 shtator që ka ndodhur arresti, këta persona nuk janë thirrur asnjëherë nga prokuroria. Përkundrazi kanë ofruar prokurorisë çdo lloj bashkëpunimi, janë kërkuar dokumenta, dosje, edhe janë dhënë gjitha, por asnjëherë nuk janë thirrur për të pyetur këta njerëz. Dhe nga 5 shtatori e deri më sot që po flasin, paktën nga komunikimi i fundit që kanë pasur edhe me avokatin, asnjëherë prokuroria nuk ka shkuar ta pyes. Edhe një rast që ishte u dërguan 2 oficerë të policisë, ai ishte për mendimin tim sa për të larë duart. Prokurori çdo që dalë nesër thotë po e kishin fajin ata, jo unë. Por këtu ndërsa momenti i parë, momenti i dytë që nuk ka ardhur ende të më pyes prokuroria. Akoma, sepse kanë vajtur dhe mbas të ligjit ajo duhet të marrë provat. Provat s'ja kanë quar akoma. Kanë rënë dakord t'ja qojnë, pritet me ditë, ku diun paktën kështu diskutohet me avokatin, pritet me ditë që t'i qojnë dhe në atë moment menjëherë do pranon që të jap shpjegime sepse ka të drejtë ligjore absolute t'i marrë çdo lloj prove pse ndodhet aty. Momenti i dytë që duhet të diskutoj është shqyrtimi që e preku edhe tani mënyra se do trajtuar, por është trajtuar në mënyrë të kundërligjshme. E njëjta gjë ndodhi me një 7 veta të arrestuar para datës 5 shtator, ku po ashtu në mungesë dhe e njëjta gjyqtare brenda 40 ditorëve 5 i liroi 2 i majti në burg, pra e shqyrtoi edhe prapë në pranitë e tyre. Gjyqtarja tjetër mban një standard tjetër, realizon në mungesë, por që duhet ta provojë se pse po e bën në mungesë.
Cilat janë kriteret plotësohen, cilat nga kriteret ligjore plotësohen nga këta persona që jemi detyruar ta marrim mungesë. Kjo nuk është provuar sot e kësaj dite, me sa kemi parë. Dhe kjo shkelja më e rëndë që është mohuar një shkallë gjykimi. Kjo bën procesin dhe këtu ka qaluar edhe gjykata e apelit. Është mohuar një shkallë gjykimi. Rebara, fakti që patëm 2 standarde në apel, pra kryeguvernatori në arrest shtëpie dhe kryeinspektoria në burg. Prap nuk është letë gjykosh, domethënë, po duket qartë domethënë që i pafuqishmi është në burg edhe i fuqishmi është në arrest shtëpie, dhe kjo dallohet edhe te vendimi i parlamentit, për shembull, për shkarkimin e guvernatorit kishte 4 vota kundër shkarkimit, ndërsa për shkarkimin e Golemit kishte 0 vota kundër. Të gjithë ishin shumë dakord që shkarkohet. Fund fare është një zyrtare e nivelit mesëm të administratës, nuk i hyn kujt në punë. Elza, mendon që ekziston elementi maskilist në këtë lloj vendimi apo është thjesht i pafuqishmi? Sigurisht elementi maskilist ekziston, padyshim, por më shumë se kjo është ai elementi i të pafuqishmit. Domethënë shumë më tepër se sa kjo, sepse pafuqisht politike, financiare, shumë lloje. Më kujtohet kur Nexhmi Hoxha ishte në burg dhe unë kam parë në 92-shin kur ka qenë atëherë. Them drejtën, ata policët i rinin gati me temena instinktivisht, sepse në trurin e tyre ai person kishte mbartur një fuqi. Pavarësisht në çfarë pozicioni ishte, pavarësisht, ne kemi një problem shumë të madh raportin me të fuqishmin, raportin me idhullin. Ne kemi problem, do të thosha, problem të madh si popull. Është një problem i trashëguar, është një problem psikologjik shumë i fuqishëm, një raport jashtëzakonisht i madh, i cili raport shqetësues, i cili unë mendoj se dhe sot e kësaj dite e bën shoqërinë e ka rënduar shoqërinë mendërisht, dhe ne mund të them që është shoqëria më e rrallë në Europë që nuk di të reagojë. Ne kemi një shoqëri, një ambient social jo reagues. Kemi një mas njerëzish të cilët kanë frikë të reagojnë. Jo vetëm që nuk reagojnë instinktivisht, por kanë frikë të reagojnë. Dhe ky është gjithmonë raporti me të pushtetshmin, dhe ne më poshtemi nga ky lloj raporti drejt. Nëse mundem vetëm shumë shkurt, se ne nuk po diskutojmë për guvernatorin, por nuk është rasti po nisem pa i hyrë kësaj fuqishmi e kësaj. Se më falë, sepse ai kujtoi rastin e Romëve për shembull. Në rastin e Romëve, sa do të ketë, ta dini që në momentin që ai ishte një grua, një Rom, dhe instinktivisht, genetikisht, në mënyrë, domethënë, shumë të çuditshme në subkonsciencë, i shkon ndërmend që ai është personi i pafuqishëm. Dhe personi i pafuqishëm i cili nuk të bën të frymëzosh, nuk mendon se nga ai person do kesh ndonjë përfitim, sepse për fat të keq ne jemi dhe të tillë, ne mendojmë se çfarë përfitimi do të kemi, ose sa frikë mund të kem nga ai. Në momentin që s'kam frikë, shkon në ekstremin e mungesës komunikimit human, shkon në ekstremin e mungesës e faktit të sjelljes së keqe, dhe këtë ne e bëjmë shumë kollaj, e shtypim tjetrin. Se thash edhe njerë, ne nuk po diskutojmë për guvernatorin, nuk dua të hyj në debat, por profesionalisht flas si jurist edhe për guvernatorin, në këtë moment që flasim jemi në kushtet e paligjshmërisë më të madh që është marrë, qoftë edhe nga apeli. Profesionalisht flas, por nëse do diskutojmë për guvernatorin për efektet e kohës tuaj, hajde diskutojmë, por flas. Ne kemi diskutuar në një emision tjetër, keni qenë edhe ju gjata, kështu nuk dohet rihapja sot qendra e emisionit të shpikërisht intervistës ekskluzive. Dakor, e Elivar Golemi, dhe doja të qëndronim këtu sepse përndryshe do të mund të dalim nga tema. Kam pak minuta përpara se ndërfuz pjesën e dytë të intervistës. Hoxha, atëherë, Golemi thot, askush nuk më ka pyetur ende rreth ngjarjes. Kjo ka të bëjë me mënyrat e hetimit që përdor zakonisht organi i akuzës. Ka raste kur organi i akuzës ka nevojë dhe kryen seanca intensive intervistimi. Madje edhe për ta lodhur, dhe për ta kapur në kundërthënie, dhe për ta detyruar të pandehurin të gabojë, të marrë atë që kërkon organi i akuzës. Ka raste të tjera, si në rastin konkret, kur kryesisht nga informacioni që kam unë, organi i akuzës ka punuar me deklarimet që kanë dhënë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, personeli i bankës që është marrë në pyetje apo personat që kanë djenimin ngjarjen, dhe kryesisht mbi procedurën që ka operuar Këshilli i Mbikëqyrës dhe banka. Pra,
prokuroria është marrë më tepër me pjesën me provat shkresore, sesa është marrë me deklarimet direkte si për rastin e guvernatorit, ashtu edhe për zonjën Golemi, por edhe për 17, se janë gjithsej 19 pandehur në këtë histori. Pra është një nga çështjet që kur të filloj gjyqi, nëse do ketë një gjyq themeli me të gjithë në bashkëpunim, i bie që ata të vënë në gjykat me autobus. Ka i çështje që nga viti 99, po ashtu nuk mbaj mend çështje me kaq shumë pandehur. Ka qenë një rast kontrabande kafeje në atë kohë që të pandehurët vinin me autobus se ishin dhe nuk kishin mjete toka e shoqërimit që t'i transportonte. Tani në rastin konkret, prokuroria ka zgjidhur këtë mënyrë. Ajo ka menduar, ose më saktë, prokuroria mendon që ka siguruar nivelin e provave për të cilat ajo edhe është certifikuar nga gjykata. Tani është i drejtë vendimi gjykatës, kjo është tjetër gjë, një gjykatë më e lartë që do ta vendosi, po deri tani kërkesa e prokurorisë për mas siguri ekstreme ka kaluar 2 shkallë të gjyqësorit, në shkallën e parë dhe në apel. Pra të dyja gjykatat nuk e kanë rrëzuar kërkesën e prokurorisë. Unë nuk e kam lexuar me detaje, por nga informacioni që kam unë, prokuror, për shembull për rastin e guvernatorit, kanë pretendimet e tyre që ai mund të ndikonte në hetimin e çështjes. Po ashtu edhe për rastin e zonjës Golemi. A më duket e tepruar apo jo? Kjo është po ashtu një zgjidhje e organit akuzës. Fakti që të dyja shkallët e gjyqësorit nuk e kanë rrëzuar, nuk e kanë kundërshtuar të masigurie, qoftë duke i lënë dhe detyrim paraqitje, pra të pandehurit, cilët po ashtu të pandehur do të ishin, dhe nuk do ishte nevoja që prokurori me insistim duhet shkonte të merrte pyetje apo jo. Kjo lloj taktike që ndjek prokuroria edhe në rastin konkret, synon ta lodhi të pandehurin, pra unë i kam provat, unë jam mbreti, unë i kam të gjitha, punoj aty ku dua unë të punoj, dhe ty të lënë në një fazë të tillë madje ka shumë raste, paktën ato që kam ndjekur, që prokuroria nuk i vën në dispozicion as provat që ka grumbulluar deri në atë moment të pandehur. Pra nuk e njeh të pandehurit me provat që ka në dispozicion, duke përpjekur që gjatë gjyqit themelit, pra procesit përfundimtar, të ruaj disa ase në mangë dhe në varësi të hetimit gjyqësor, pra të procesit, ajo her pas here të fusin në një nga këto provat që nuk ka informacion i pandehurit dhe avokati i tij, të cilët sigurisht në bazë po të provat që ka prokuroria dhe njohurive që kanë ata, harton një strategji mbrojtëse. Tani në rastin e Bankës së Shqipërisë, më dinin që ka mund, prokuroria ka patur edhe ka synuar të ketë dhe arrestime të tjera, për 1000 arsye nuk janë bërë, për mendimin tim shqyqyr që nuk janë bërë, sepse do të shkaktonin edhe me kaq arrestime sa u bën, banka u vënë vështirësi, sepse një pjesë e personelit bankës nuk merrte përsipër të bënte punën e këtyre që u futën në burg, sepse shkoi gjithë sektori i emisionit shkoi në burg. Dhe nuk shkonte me njeri ati, sepse po shikonin që i ka ndodhur para arsit. Pra, demoralizoi. Dhe në këtë moment, prokuroria vendosi të ndjek një strategji tjetër. Pra, të mos ketë më arrestime, por sigurisht të vazhdoi hetimin në një fazë tjetër. A është normale? Kjo thash është çështje taktike që ndjek organi hetimit. Erbar shkurt, po dëshiron të flasë. Në finale, domethënë, gjykimi i prokurorisë edhe i gjykatave është në faktor që s'lidhen fare me të drejtën dhe të padrejtën. Domethënë, gjithë gjykimet janë llogari politike, çfarë ndodh me stabilitetin financiar të vendit, çfarë ndodh me qëndrueshmërinë e Bankës së Shqipërisë, çfarë ndodh me vullnetin e publikut, çfarë ndodh me vullnetin politik, po ligji dhe paligjshmëria nuk po e shoh me asnjë vend, domethënë që të hyjë në peshore si nismë vendime. Është sistemi drejtësisë, jo më kot është në çdo raport nacional ndërkombëtar më defektoz. E gjitha kjo që tha tani është plotësisht e saktë, por plotësisht e paligjshme. Janë metodat para 90-s, absolutisht kundërshtim me procedurën penale, detyrimi ligjor t'i vënë në dispozicion provat i prokurorisë dhe drejtat pandehurit i marrin në çdo moment. Në këto momente, nderuar teleshikues, do të propozoj pjesën e dytë të intervistës marrë ish inspektores së Bankës Qendrore të Shqipërisë Elivar Golemi, e cila kujtoj ndodhet në arrest në burgun 313. Në këtë pjesë të dytë, pasi ajo na ka shpjeguar mënyrën se si u arrestua, përballje në gjykat gjykimin e parë, në apel, sigurisht me jetën e burgut dhe gjithë perceptimet e kësaj periudhe, në këtë pjesë të dytë, shpjegimet e saj kanë të bëjnë me ngjarjen, me vjedhjen në Bankën e Shqipërisë. Pra ajo përgjigjet pyetjeve të tilla si ka mundësi që ndodhi kjo vjedhje? A është e vërtet që ka ndodhur për kaq shumë kohë, sa thuhet, për 4 vjet? A është e saktë shifra? Si mendon ajo se ka ndodhur? Cilët janë përgjegjësit? Cila është përgjegjësia e kësaj mbikëqyrës? Cila është përgjegjësia që ajo vet ka në këtë proces? Ndiqni këtë pjesë të dytë të intervistës dhe rikthehemi për ta komentuar përsëri në studio.
Le të flasim për ngjarje. Kur keni marrë djeni për vjedhjen e bankës dhe në çfarë thanash? Me ngjarjen jam njohur në datën 21 korrik në pjesën e dytë të ditës, pasi ishte nisur denoncimi nga ana e bankës. Më telefonoi shefi i kabinetit të guvernatorit dhe më informoi për një takim me zëvendës guvernatoren. Mora makinën dhe nxitova të shkoja për në takim, pasi ne punonim në godina të veçanta. Mu komunikua që kishte ndodhur një ngjarje e rëndë në departamentin e emisionit. Bëi fjalë për një përvetësim të mundshëm të vlerave monetare nga punojësi që i kishte në ngarkim. Fillimisht më duk si ëndër e keqe, reagova prerë se nuk ka mundësi dhe se duhet të ishte një alarm fals. A e njihnit personalisht Bitrajn? Jo, nuk kam njohje personale me të pandeurin Ardian Bitraj. Mund ta kem parë ndonjëherë për fytyrë në gjithë këto vite, por nuk e mbaj mend. Personalisht nuk kam patur asnjë njohje apo kontakt me të. Për më tepër, veprimtaria e bankës ushtrohet në 3 godina, duke e bërë më pak të mundshëm njohjen apo kontaktet me punonjës të departamenteve të tjera, përveç se drejtuesve të departamenteve në takime. Cila ka qenë puna juaj që nga momenti që vjedhja u bë publike? Kur ngjarja ndodhi dhe u denoncua nga ish punojësi i departamentit të emisionit, grupi auditimit po përmbyllte raportin e auditimit për disa objekte kontrolli që i përkasin funksionit të emisionit dhe administrimit të paras. Më lejoni t'ju sqaroj se duhen dalluar funksionet, kontroll, inventar, auditim, pasi janë 3 koncepte të ndryshme. Auditimi që bëja unë kishte të bënte me burokracinë e kontrollit në bank, nuk kishte kontrolli mirëfill dhe as inventar, pasi unë duhej të auditoja 19 departamente të bankës, njëri nga të cilët ishte departamenti i emisionit ku ndodhi vjedhja. Dhe kur e mendon se i gjithë ky audit për 19 departamente, unë duhej ta përballoja me vetëm 6 në punës. Nga më të rëndësishmit ishte edhe departamenti i politikave monetare, ku auditimi është shumë i rëndësishëm, pasi ka të bëjë me ekuilibrin financiar si funksioni kryesor i bankës. E thënë thjesht, unë nuk kisha policia e bankës, unë nuk ruaj aparat, nuk kisha çelësa dhe as kamera. Për gjitha këto kishte një staf të veçantë në departamentin e emisionit, një rregullore dhe një teknologji sigurimi e nivelit tepër të lartë, e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës. Auditi im për këtë sektor në bazë të ligjit të rregullores nuk ishte për të parë kamera dhe as numëruar parat, sepse jo vetëm nuk më lejoi, por nuk isha unë ekspertja për ta kryer këtë detyrë. Puna ime ishte që ta auditoja nëse ishin zbatuar rregulloret përkatëse në të gjitha elementet, jo të kontrolloja kamerat sepse nuk jam eksperte për to. Nuk ka patur asnjë të dhëna apo informacion nga ky departament që të ketë patur shkelje në këtë drejtim. Po ju jap një shembull, inventarizimi nuk është detyra jonë si audit. Pra ne nuk bëjmë inventarin e parave. Në këtë rast ne thjesht vëzhgojmë nëse inventarizimi është realizuar konform rregullores dhe afateve. Kështu edhe për sa i përket kamerave. Auditi që kryeja unë nuk ruante kamera, por vëzhgonte a funksionon sistemi i sigurisë i miratuar dhe çfarë problemesh paraqet. Kjo është ajo që u thash, burokracia e kontrollit. Në vija të përgjithshme, këto kanë qenë detyrat që kemi ndërmarrë në këtë periudhë. Nuk e kuptoj pse askush nuk më pyet për këto. Çfarë ka ndodhur sipas jush? Si ka ndodhur vjedhja? A ndjeni ndonjë përgjegjësi qoftë edhe moralisht për këtë vjedhje? Do të isha personi më i lumtur sot nëse do të kisha një përgjigje për pyetjen tuaj. Mekanizmi i vjedhjes dhe zbulimi i detajeve janë pjesë e punës së prokurorisë. Mënyra se si po zhvillohen ngjarjet dhe arrestimet në masë të kryera nga prokuroria, mendoj se kanë zbehur mundësitë që skema e vjedhjes të zbulohet. Çfarë ka ndodhur? Përsëri nuk kam një përgjigje të bazuar në fakte. Nëse do na jepej mundësia të vazhdonim auditimin e nisur më datë 8 gusht 2014, besoj fort se mund të kishim bashkëpunuar e ndihmuar sadopak prokurorinë për të zbardhur rrethana të ngjarjes. Javën e fundit të punës, vetëm 2 ditë para arrestimit tim, ne i vum në dispozicion oficerëve të organit hetimor disa fakte të reja të marra gjatë auditimit, të cilat në vlerësimin ton mund të hidhin dritë mbi ngjarjen. Nuk mund t'ju flas më gjatë për këto fakte, se janë pjesë e hetimit. Gjithçka mbetet nga dëshmitë dhëna nga Bitraj dhe nga hetimet e prokurorisë. Sa për përgjegjësitë, mendoj se duhet të kërkohen pranë personave që kishin për detyrë të ruanin, siguronin dhe mbikëqyrin ambientet ku ruhen vlerat monetare, ambientet të sigurisë së lartë, ku ruhet sekret shtetror. Ju a thash, ne nuk kemi policët e bankës. Ka një departament sigurimi në bank me një staf prej 50 vetash, detyre të cilëve është ruajtja dhe sigurimi i mjeteve të bankës nga vjedhjet, përfshirë sigurinë e ambienteve të vlerave monetare. Përgjegjësi morale sigurisht që ndjej, ashtu siç do në punës tjetër në Bankën e Shqipërisë. Pas ngjarjes së ndodhur dhe reputacionit të rënë në një bankë qendrore, është më së e pranueshme që secili prej nesh të ndjejë dhimbje dhe moral të rënë për institucionin që punuam dhe ju përkushtuam për kaq vite. Por tani jam shkarkuar nga detyra. A mund të flitet për përgjegjësi morale pas shkarkimit? Ne këtu po diskutojmë për arrestimin. A është reale shifra që përflitet dhe kohëzjatja e vjedhjes?
thuhet që vazhdonte prej 4 vjetësh. A është e mundur një gjë e tillë? Për sa i përket kohës, nuk kam asnjë provë që mund të faktojë thënjet e të pandeurit të akuzuar për vjedhje, i cili pretendon se ka vjedhur për një periudhë 4 vjeçare. Unë nuk mund të konfirmoj nëse vjedhja ka ndodhur në 4 vite, 4 muaj apo 4 ditë. Këtë gjë ja lënë në dorë organit kompetent për ta provuar. Po të na kishte lënë prokuroria të përfundonim auditimin e nisur, qoftë edhe në mbikëqyrjen e saj, mund të kishim bashkëpunuar për të zbardhur rrethanat. Vlera e vjedhur unë besoj fort se është e saktë, ajo që është konfirmuar nga komisionet e inventarizimit të ngritura për këtë qëllim. Unë nuk kam qenë pjesë e inventarizimit, por bashkë me drejtorët e tjerë kemi mbështetur hap pas hapi procesin e inventarizimit me qëllim identifikimin e vlerës së saktë të vjedhur. A është e mundur që zinxhiri drejtuesi i bankës të mos ketë asnjë përgjegjësi për këtë vjedhje të bujshme? Cilët janë përgjegjësit sipas jush? Duke që në kushtet e një arresti me burg, nuk besoj se janë personi i duhur për të ngritur gishtin dhe treguar përgjegjësitë. Përgjegjësitë e gjithë secilit janë lehtësisht të verifikueshme, bazuar në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë. Banka ka investuar një sistem të mirë sigurimi dhe monitorimi me kamera. Nëse çdo hall do kishte funksionuar siç duhet, jam plotësisht e bindur se vjedhja nuk do të kishte mundësi të ndodhte, të paktën jo në këto përmasa. Ky është një parim bazë i administrimit të rrezikut. Sistemet e kontrollit ndërtohen për të limituar rreziqe të ndryshme të identifikuara, por asnjëherë nuk pretendohet që ky rrezik të bëhet zero. Mbetet në dorën e hetimeve për të vlerësuar përgjegjësitë në zinxhirin e drejtimit të Bankës së Shqipërisë. Cila është përgjegjësia e Këshillit Mbikëqyrës? Përgjegjësitë e Këshillit Mbikëqyrës janë të përcaktuara në ligjin e Bankës së Shqipërisë, përkatësisht në eni 42 dhe 43 i tij. Përgjegjësia e Këshillit Mbikëqyrës lidhur me inspektorin e përgjithshëm, si dhe mbikëqyrjen e funksionit auditimit të brendshëm apo atij të jashtëm, është direkte. Ka patur gjatë gjithë kohës një indiferencë nga Këshilli i Mbikëqyrës për sa i përket raportimeve të inspektorit të përgjithshëm, madje në disa raste nuk janë adresuar problematikat e ngritura nga Departamenti i Kontrollit apo auditi i jashtëm për disa vite rresht. Shembulli më i qartë është mungesa e një komiteti auditimi me praninë e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, por pa administratorët, me qëllim mbikëqyrjen dhe adresimin e problematikave të ngritura nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm, raportimet financiare dhe sistemet e kontrollit të brendshëm. Këto konstatime janë adresuar edhe nga misioni i FMN-s Safeguards Assessment për Bankën e Shqipërisë në qershor 2014. Këto mund të them unë, pastaj më gjatë nuk më takon mua, por instancave të tjera. Refuzimi juaj për të paraqitur në Komisionin e Ekonomisë është pritur keq nga opinioni, gjë që është reflektuar gjerë në rrjetet sociale. Pse ju e refuzuat? A ju këshilluan keq? Në fundit ju jeni zgjedhur pikërisht nga Parlamenti. Sipas kryetarit të Komisionit të Ekonomisë, ndrimi juaj ishte i paprecedent dhe antikushtetues. Nuk ishte çështje frike për ligji. Së pari nuk më ka këshilluar askush sepse nuk mund të pranoja këshilla për diçka që është në ligj. Po ju sqaroj drejt dhe sakt, pa lënë shteg për interpretim. Ligji për bankën më detyron të raportoj vetëm në Këshillin Mbikëqyrës, e theksoj, vetëm në Këshill dhe askund tjetër. Nuk më lejohet nga ligji të raportoj diku tjetër, dhe jo vetëm kjo, por ligji detyron vetëm Këshillin Mbikëqyrës të miratoj raportet që i drejtohen kuvendit. Si mund të shkoja unë në kuvend të raportoja, kur duhet të raportoj vetëm para Këshillit, dhe si mund të pritej raporti im, kur vetëm Këshilli miraton raportet që i dërgohen kuvendit. Unë vërtet e mrohem nga Parlamenti, ashtu siç e mrohen dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, por më ka kufizuar ligji të raportoj vetëm para Këshillit Mbikëqyrës. Refuzimi im ishte një vendim personal, ashtu siç ishte vendimi edhe i gjithë anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës për të mos u paraqitur para Komisionit të Ekonomisë, pavarësisht se vendimi i tyre mund të interpretojë një lloj antikushtetues dhe antiligjor. Zoti Braçe me kërkesë të tij mori një raport prej 540 faqesh nga banka për këtë veprimtari. Si mund veproja ndryshe në shkeljet e ligjit? Pa folur pastaj për shkresën e tij, pas një referencë ligjore, pas një temë konkrete, por thjesht eja dhe dëshmo për problematikat e bankës. E këtu nuk po përmend nenin 80 të kushtetutës, se është një argument plus. Po të ktheheshit prapa, do të mbani të njëjtin qëndrim? Absolutisht të njëjtin qëndrim, është i pastër ligjor. Më duket se e pësova si personazhi i Molierit, që kur gënjeu e rrahën dhe kur tha të vërtetën prapë e rrahën. Edhe unë, po të shkoja në parlament, do të më shkarkon të Këshilli Mbikëqyrës përse shkove dhe me të drejtë. Tani që nuk shkova në parlament, më shkarkuan përse nuk shkove. Atëherë, shikoni ligjin, kaq. Cila ka qenë marrëdhënia juaj me guvernatorin Fullani? Korrekte, zyrtare, ajo një në punësi me drejtuesit, rutinore. A ju zhgënjeu guvernatori në momentin që ju mbetet pas hekurave për të njëjtat akuza dhe ai doli në arrest shtëpie? Jo, nuk kishte lidhje me guvernatorin kjo.
Mua më zhgënjeu trupi gjykues me vendimin e tij. Kam lexuar arsyetimin e vendimit dhe më bën përshtypje fakti se në arsyetim ata më gjykuan në themel dhe më shpallën fajtore. Argumentat e tyre janë të gjykimit në themel. Aty po shqyrtoi masa e sigurimit, ata e gjykuan në themel. Në vendim se në gjykim nuk u fol fare për ato që thuan në arsyetimin e vendimit. Kjo tregon se nuk kishte fare argumenta për mbajtjen time në burg dhe me zor u gjetën ato të fajësisë. Po ju jap një shembull. Unë deklaroja që kam bërë auditime periodike dhe raportime në Këshillin Mbikëqyrës. Gjykatësit pyesnin prokurorin, "Ke dieni për këtë?" "Jo, nuk kam dieni", thoshte prokurori. Dhe ata më konsiderojnë mjaftueshëm fajtore për qëndruar në burg. Po si qëndroju në burg kur prokurori deklaron 3 herë nuk kam dieni? Këtu jemi te procesi i Kafkës, më duket. Jemi te procesi i Kafkës, thotë Elivar Golemi, në rrëfimin e saj, pjesa e dytë e rrëfimit të saj, pasi kemi edhe një pjesë të tretë në rrugën e shikues, një pjesë të tretë ku ajo do të flasë edhe një herë për disa perceptime të saj në burg, mbi të gjitha për të ardhmen. Si mendon ajo se do të shkojë kjo ngjarje, do të zbardhet ndonjëherë dhe si e shikon fatin e vetes së saj. Përpara se të komentojmë pjesën e dytë, deklaratat e nxehta rreth fajësive të ndryshme, përgjegjësive apo edhe mënyrës se si kanë shkuar ngjarjet pikërisht në këtë skandal të madh financiar të Bankës së Shqipërisë, menjëherë do të rikthehemi në studio pas një hapësire publicitare. Rikthehemi në këtë pjesë të tretë emisionit Studio e Hapur, jemi drejt për drejt nderuar televizionistë, kemi ndjekur 2 pjesë të para, bllokët e parë të intervistës ekskluzive që Elivar Golemi, ish kryeinspektori e Bankës së Shqipërisë, ka dhënë në mënyrë ekskluzive për Studion e Hapur, një intervistë të cilës ajo është përgjigjur sigurisht në distancë, pyetjeve tona është përgjigjur në distancë, pasi prokuroria nuk pranoi që ne na lejonte në burg ta merrim këtë intervistë. Edhe pse Elivar Golemi e pranoi këtë ftesë të Studios Hapur dhe shpreh vullnetin për të komunikuar me publikun. Rebara, në këtë pjesë të dytë ku si thash u përqendruam tek ngjarja në vetvete, sigurisht versionin e Elivar Golemit. Çfarë të bën përshtypje? Ka diçka që do të veçosh? Ka i gjë, domethënë, pyetja kryesore është apo hetohet vjedhja apo jo. Domethënë, kemi një vjedhje që është çdo kush nga ne ka drejt ta dyshojë, domethënë, që ka ndodhur ashtu siç ka ndodhur, siç pretendohet që ka ndodhur. 4 vjet me radhë është vjedhur një shumë e stërmadhe parash që fizikisht është e barabartë me 1500 topa me 50.000 lekësha të vjetra. Domethënë është një gjysmë dhome me para ose një gjysmë furgone me para. Që s'ka qenë të gjitha prerë të re, 50.000. Mësohet që është nxjerrë nga një punonjës i vetëm. Pra një dhomë para. I cili ka lënë të gjitha në Bixhoz, bëhet fjalë për 7 miliard lek, edhe 7 miliard lek, domethënë në tregun e basave në Shqipëri janë shumë para. Kur do kush vën një bas për $15.000, të gjithë kompanitë e basave fillojnë dhe bëjnë llogaritë e veta, dyshojnë se mos është ndonjë mashtrues që po do t'i marrë paratë. Domethënë që një person të humbasi, ku diun, 50.000 euro në ditë në përbase, në qikë shumë vështirë. Ka shumë pikpyetje në mënyrën se si pas ka ndodhur kjo vjedhje, dhe çështja kryesore është domethënë që apo heton prokuroria gjurmët e paras. Kartonellat e reja që janë vjedhur në Bankën e Shqipërisë kanë një numër, kanë një kod, kanë një numër serial, i cili mund të gjurmohet në sistemin bankar thjesht edhe për të vërtetuar nëse pretendimi i bitrajt për lëndjen e tyre në Bixhoz është i saktë. Është vërtet apo jo? Pra mundet që të gjenden parat, datat, kur i ka humbur, kompanitë kur i ka humbur në Bixhoz, ku i ka çuar, në cilën bank i ka çuar parat kjo kompani. Megjithatë, Golemi flet për një auditim që ata e kanë nisur më njëherë mbas vjedhjes, mbas ngjarjes, një auditim i brendshëm, dhe flet për fakte që janë dorëzuar prokurorisë. Edhe auditimi i brendshëm është i çik i çuditshëm, domethënë, sepse normalisht si zonë krimi atë auditimin edhe matjen e sasisë parave duhet ta bënte prokuroria. Ma hamendja mua. Është bërë inventari. Inventari nuk mund ta bëj subjekti që është nën hetim, domethënë duhet ta bëj subjekti që heton. Auditimi i brendshëm ka ndodhur përpara se të ai zbuloi. Ka një paqartësi në mënyrën se si ka rrjedh ngjarja, domethënë një qendrim i zyrtar është që banka ka qenë duke e kapë dhe ai dhe rrjedhimisht e ka denoncuar, dhe një qendrim tjetër domethënë që merret sikur bitra është vetë denoncu
para shefëve të vetë në bankë dhe pastaj ka ndodhur denoncimi. Kjo është e verifikuar si skem, çfarë ka ndodhur. Bitraj ka shkuar për ta denoncuar mbas ngjarjes që ka ndodhur në 26 qershor, ekzekutimit mafios që ka ndodhur për drejtorin e bankës Credins. Në një situatë të tillë, Bitraj ka shkuar në orën 8:30 të mëngjesit te zyra e guvernatorit, ka qëndruar 1 orë gjysmë, nuk e ka pritur guvernatori, ka shkuar ka takuar një nga drejtorët e bankës tjetër, ja ka treguar historinë, ai e ka marrë me të qeshur, nuk e ka besuar dhe në fund ka përfunduar tek Dorian Çollaku, drejtori i ndukët i emisionit, i cili është në burg, dhe ja ka treguar atij. Ai më njëherë ka marrë një grup për 3-4 shërbëtarësh dhe kanë hyrë në zonën ku mbahej paraja kesh, aty është bërë verifikimi para prag dhe aty është parë, po ai ka treguar vendi ku ka marrë lekët, është konstatuar që pikërisht në ato vende që thoshte ai që ka marrë lekët, parat mungonin. Në atë moment është njoftuar prokuroria, policia dhe e kanë marrë Bitrën dhe e kanë çuar në prokurori. Pra, nuk kemi një kallëzim, një vepër penale që e ka denoncuar banka. Veti Pandeuri ka shkuar për ta treguar dhe në fillim nuk e kanë besuar, gjë që ndodh shpesh në Shqipëri, nuk është herë e parë. Kemi rastin e Julian Sinane, që tjetri erdhi u dorëzua për treguar dhe nuk e besonte njeri. Dhe ajo që më çudit në gjithë histori është që drejtuesit kryesorë të vendit, kryetari i parlamentit, kryeministri, ish kryeministri deklaruan dhe ja njohën si merit guvernatorit që ai e ka denoncuar vjedhjen. Nuk e ka denoncuar ai. Bitraj e ka denoncuar vetë vjedhjen. Dhe çfarë ka ndodhur mbrapa? Banka ka bërë kallëzim ose drejtoria juridike e bankës, një kallëzim me 2 fjali, me 2 paragraf dhe e ka çuar çështjen duke ju referuar nenin 135 të Kodit Penal, i cili flet kryesisht për vjedhjen e kryer duke shpërdoruar detyrën nga personi që ruan dhe administron dhe ky nen parashikon një dënim nga 0 deri në 10 vjet burg dhe një gjop nga 3 milion deri në 10 milion lekë vjetra. Ndërkohë, me kujtoj fare miqi që në javën e parë kam kërkuar i çuditur sepse u arrestuan më njëherë 13 persona që si ka mundësi që të zhvjedhur një shumë prej 7.13 miliard lekësh dhe i referoheshin një neni që zakonisht përdoret për vjedhjet e marketeve e dyqaneve të lagjeve. Dhe vetëm javën që ka kaluar, prokuroria ka bërë komunikimin e masës së re e akuzës së re ndaj të banderëve dhe i ka çuar në nenin 136, pra që është neni specifik për vjedhjen e bankave dhe arkave të kursimit, i cili e ka dënimi minimum nga 5 deri në 15 vjet burg maksimumi, dhe kur është në bashkëpunim dhe me pasojat të rënda, e ka minimumi 10 vjet burg dhe maksimumi 20 vjet. Çfarë do thotë kjo? Kur ti të pandehurit i çon direkt në akuzën që ai dyshohet se ka kryer, atëherë organi i akuzës ka mundësi më të mëdha që të marrë prej tij, të marrë prej pandehurit ose të bëjë një marrëveshje që ai të tregojë se çfarë ka ndodhur, sepse rrezikon një dënim të rënd. Kur ti e çon e referon me një dënim minimal dhe ai ka shpresë edhe nuk ka nevojë të bashkëpunojë. Por te kjo, më fal, do të sqaroj këtë pjesën që thot Golemi, duhet kemi parasysh që Elivar Golemi edhe aty thotë që ajo nuk e di se çfarë ka ndodhur, realisht ka ndodhur vjedhja. Organi i akuzës deri sot nuk e ka provuar alibin që thot Bitraj. Pra Bitraj thot që kanë vjedhur 7.13 miliard lekë duke mbushur xhepat, gjë që nuk kamerat e sigurisë çuditërisht institucioni objekti X ku ka ndodhur vjedhja është institucioni më i sigurt në vend, ka një sistem sigurie, vetëm kamerat edhe sistemi i sigurisë ka bënë, është 3.5 milion euro. Pra, Golemi nuk vënë diskutim shumën, por kozjatjen e vënë diskutim. Kjo sepse kemi kontrolluar ne, por domethënë ka kontrolluar banka. Problemi është që prokuroria sot ende nuk e di me saktësi sa është gjendja faktike në bankë, sa është shuma që kompania e cila prodhon lekë të shqiptarëve ka sirë në Shqipëri për të bërë një rakordim sa para vërtet kanë humbur shqiptarët. Dhe kjo skem kemi çik qartë, domethënë, vjedhja ka ndodhur te Arka Stok, që nuk është magazina e paras ku futen parat që kanë ardhur nga jashtë. Është Arka ndërmjetme. Pjesa që është vjedhur deri tani gjë, që është konfirmuar nga organi i akuzës, është 15% janë para të cilat kanë dalë në qarkullimi, pra që do shkonin për azgjësim, dhe 85% e shumës është para të cilat kanë ardhur nga prodhuesi dhe do hidheshin, pra janë para që realisht nuk janë në sistem. Po, mënyra se si funksionon kjo Arka X është me 3 seksione.
Ky është problemi i drejtuesve të bankës që duhet merresh me rregullore. Ta mbyllim në këtë moment, se do doja... Jo. Me golemi në këtë pikë që ne nuk do ta marrim vesh sa para janë mbjedhur dhe mënyrë reale si janë mbjedhur. Megjithatë golemi bën përgjegjës, do doja më njëherë tek ju do shkoj gjata, po do doja të përfundoja me Rebarën, i cili flet për Arkën X dhe përgjegjësinë edhe me sa kuptoha doni të flisni për përgjegjësinë e stafit të sigurimit apo jo, që e thotë edhe golemi. Magazina sekret ku futen paratë e importuara nga të prodhuara, aty paratë magazinohen me vlerën e tyre të printimit. E kur kalojnë te Arka Stock, ku ndodhi vjedhja, aty marrin vlerën e tyre monetare. Pra desha të dalloj këtë pjesën që nuk është vjedh arka kryesore, thesari, por është vjedhur arka në veprim. Dhe kjo shtyn edhe më tej domethënë alibin, sepse arka në veprim si çdo ark banke domethënë, ose arka stok, përse arka në veprim është tjetër, si çdo ark banke i illustrojët kontabilizimeve të zakonshme, domethënë edhe kontrolleve, rakordimeve. Po thojt për diçka. Është e pamundur domethënë që të ke kalu 4 vjet. Është shumë e dyshim. Gjata? Zoti Rebara bëri disa argumentime brillante, të sakta, të thjeshta, teknike, për të kuptuar edhe nga një fëmijë 12 vjeç. Për herë të parë dëgjova më në fund nga një teknicien të shumë thjesht i paraqes. Okej, unë kështu e mora sepse kam lexuar analizat me fakt. Dhe nuk besoj se ka punuar ndonjëherë me prokurin. Çudia këtu është se pse prokuria nuk është në gjendje apo nuk do të jetë gjendje, nuk na takon dhe nuk e gjejmë dot ne, që thjesht të bëj këto rakordime apo këtë lloj logjike që e dëgjojmë këtu. Një dhomë apo një furgon me parat jetë vjedhur për 4 vjet, gjithaj sigurim dhe teknologjia aty ku i kanë pasur syt. Kjo është pyetja, apo hetohet në këtë drejtim, çfarë po bëhet për këtë? Dhe akoma merremi vetëm me shpërdorimin e detyrës pa u afruar as pak të vjedhja. Unë e kam thënë edhe më herët, në qoftë se guvernatori i bankës do ishte akuzuar vjedhjen nëpërmjet shpërdorimit të detyrës, kjo është diçka tjetër. Ne duhet heshim presim drejtësinë. Por masi ka ndodhur kjo, nuk dalin përgjegjësit dhe përgjegjësitë e kësaj vjedhje, nuk përcaktohen mbi këto argumente kaq të thjeshta sa thuhen edhe këtu, por merremi me shpërdorim detyre, pse s'kemi ratu këtë rregullor apo s'kemi me mruk të zëvendës guvernator, të cilat janë unë kam thënë kritika në mbledhje, nuk janë në nivelin e një akuze penale, mënyra se si trajtohen, se gjithë secili nga ne pastaj çdo në punë si këtij shteti në çdo sekondë të ditës mund të shkojë në burg, mund të fillojë që për shpërdorim detyre. Por të jemi në këto nivele. Por nuk jemi aty. Problemi është, kaq të vështirë ka prokuria të arrijë të nxjerrë këto konkluzione, kaq të thjeshta që po dëgjojmë. Do vazhdojmë atë që Gjergj në lidhje me çfarë ka ndodhur vërtet një gjë shumë e rëndë dhe qytetarë shqiptar presin të dinë si do zgjidhet kjo. Them drejtën, jam shumë pesimiste, siç jam për shumë gjëra në Shqipëri. Me këtë drejtësi që kemi nuk besoj se do bëhet ndonjë gjë. Dhe këtë e kuptova të paktën ato ndjesit me erdhen që kur mënyra se si u bë shumë arrestimi fullanit për të thënë që drejtësia po funksionon, që prokuroria po punon. S'kishte nevojë të bëjë një show e tillë. Po ashtu, kjo që ndodh me Elivar Golemin duket sikur kemi nevojë për një show tjetër që ta ngacmojmë dhe media është e dhënë pikërisht mbas kësaj show të gjejmë të merremi me të harxojmë kohën me të dhe ndërkohë nuk e di se çfarë do të ndodh me ngjarje në vetvete dhe a do të kemi zbulime të vërteta apo jo. Pavarësisht nga kjo, mendoj që do të ketë një përgjegjësi, por se ku do të shkojë drejtësia shqiptare, se ku do të shkojnë punonjësit tanë të drejtësisë, qoftë gjykatësit apo prokurorët, me atë mënyrë komunikimi dhe me atë raport të tmerrshëm që është shkaktuar nga marrëdhëniet e tyre me politikën dhe nga varësia që ata kanë me politikën, sepse deri më sot nuk kemi pasur asnjëherë qoftë gjyqe dhe qoftë vendime të tilla ku politika ka qenë jashtë. Nuk e di se si do vazhdohet me këtë dhe ku do vazhdohet me faktin që ne mos harrojmë që kemi në prokurorinë, nëse mos prokurorinë qendrore, kemi njerëz që akoma janë të inkriminuar me krimet e diktaturës. Dhe unë nuk e di se si mund t'i quaj ata njerëz të pa-anshëm dhe aq profesionist sa që mos ndikohen nga çfarëdo lloj politike më vonshme.
Dhe këto ndodhen këta njerëz se cilët janë pjesë që në fakt po të kishim një ligj ilustracioni s'duhet ishin më në ato vende, qoftë në gjykata, qoftë në prokurori, normalisht janë njerëz të kapur, janë instinktivisht dhe automatikisht të kapur nga një forcë kushdo qoftë kjo për t'i përdorur ata për çfarë do, ose janë të vetë kapur nga fakti i një faji ose i një pozicioni cilin nuk duhet ta kishin sot. Kështu që duke e parë në këtë aspekt jam vërtet shumë pesimiste për të kuptuar, për të përfituar se në gjithë kjo histori do të gjykohet ashtu siç duhet, dhe në gjitha hallkat dhe në gjitha hapat që kanë ndodhur deri tani, në gjitha momentet që i kemi parë, kemi një mungesë vërtet, jo vetëm profesionalizmi, kemi një mungesë komunikimi human jashtëzakonisht të dëmshëm për gjithë procesin që po ndodh. Në qoftë se Elivar Golemi do trajtohet si një kriminele, mos mendoni se do të ketë ndonjë gjykatës i cili do të jetë aq i paanshëm dhe aq profesionist do ta nxjerrë të pafajshme dhe në qoftë se do ketë faktet. Duke qenë se jam në fund, në minutat e fundit të emisionit dhe kemi edhe një minutazh final të intervistës, pjesën e fundit të intervistës së Elivar Golemi, të cilën do ta ndërfusim në fund të emisionit. Do doja në këtë moment të bënim konsiderimet e fundit në lidhje me intervistën, po dhe të ardhmen e këtij procesi. E filloi pak zonja Ballauri me pesimizmin e saj për mbritjen e së vërtetës së pastër, të pandikuar nga politika, rrethanat e tjerë. Ju e keni ndonjë shpresë? Shpresoj që për drejtësi, gjithmonë drejtësi është dhe kur them drejtësi, zbardhjet vërtetës, shpresa sa që është vetë njerëzimi i lashtë, aq është edhe shpresa për drejtësi, nuk është problemi aty. Problemi është që tani, me sa dëgjova edhe në media, çështjet kanë shkuar në gjykatë lart. Ka një mundësi gjykata lart që të vë rregull në këtë proces, kaq kaotik sa që ka bërë prokuria dhe gjykatat në atë që sa kanë marrë pjesë. Mënyra se si kanë trajtuar. 5 veta nxjeri për jashtë në gjendje të lirë, 3-4 çojnë arrest shtëpie, 2 majin arrest në burg. E gjithë procesi ka është përqendruar në 2 persona për shpërdorim detyre, ndërkohë që vjedhja andej s'po merret vesh se çfarë po bëhet. Pra, i takon, mendoj, gjykata lart ka një shans, nuk është që shansi, ka një mundësi dhe një detyrim që ta rivërë në shina procesin. E ka këtë mundësi ta rivërë në shina procesin. Si që është tek, nuk po hyj, sepse është shumë teknike, ndoshta, po është kjo mundësi. Hoxha, vetë Golemi merr përgjegjësi morale, por shfaqsohet nga përgjegjësitë e tjera dhe në një farë mënyrë bën përgjegjës edhe Këshilli Mbikëqyrës, thotë që përgjegjësia e tyre është direkte, kanë qenë indiferent, stafin e sigurisë, ndoshta një logjike ka. Sa shpjegova pak më parë që në djenin time, prokuroria nuk do ishte ndaluar me arrestimin e Golemit dhe guvernatorit. Për arsye të tjera, stopoj. Unë e kam mbështetur veprimin e prokurorisë në lidhje me këtë çështje që në fillim, duke i ditur sa të kufizuar janë ata, në mundësitë që ka. Prokurori që jeton çështën është vetëm 37 vjeç. Pra është nga prokurorët e Brezit të Ri, nuk është nga prokuror të vjetër. Ka një presion shumë të madh politik, që është në fillim. Kemi parë reagimin që ka patur guvernatori dhe unë e kam justifikuar veprimin e prokurorisë si kundërpërgjigje e veprimeve të guvernatorit për të mos bashkëpunuar me grupin hetimor dhe duke u ndjekur procedurave ligjore. Ndërkohë, prokuroria ishte në impresion të madh publik në lidhje me këtë çështje sepse ishte një ngjarje vërtet shumë e rëndë. Dhe unë në kontaktet që kam patur me prokurorët që janë marrë me grupin e prokurorëve që jeton këtë çështje, sigurisht e kam parë shqetësimin e madh që kanë ata, presionin e madh në të cilin janë vendosur ata, sidomos në momentet kur është përfshirë dhe politika brenda. E përmenda pak më parë që unë nuk shpresoj që ne ta marrim vesh 100% se çfarë ka ndodhur, nuk e morën vesh profesarin e shtetit në krap kur u grabit, se ku shkoi. Ne nuk dim dhe sot e përmendje gjë që pak më parë, se ku kanë shkuar këto 7.13 miliard dhe ne nuk e dim a janë vetëm 7.13 miliard apo jo. Pra, kemi kaq shumë gjëra nga kjo enigmë brenda, sa unë uroj që nëse çështja do mbyllet duke çuar në gjyq themeli këta 19 persona që janë deri tani, prap edhe pse do të jetë e cunguar, drejtësia jo mund ta shesi si një sukses. Bashkojmë atë që tha zoti Gjata që gjykata e lartë duhet vendosë rregull, por ka një problem. Bashkëshortja dhe do paragjykohet, tini të sigurt, bashkëshortja e guvernatorit është antare e trupës gjykatës lartë dhe do të paragjykohet. Nëse nuk e njihni organizimin, nuk është në kolegj penal. Jo, dakor, po them do të paragjykohet. Jo, më kupton drejt se është një çështje që shiko,
përveç hallit problematikës familjare që mund ketë, kur nuk është dikush i pranishëm, nuk është nuk e vënë dyshim, po them që si ka nisur kjo çështje dhe si është paragjykuar, si është, domethënë, në këtë histori gjithkush është përpjekur të përfitojë politikisht sa më shumë është e mundur. Dhe e njëjta gjë do ndodhë. Secili gjyqtar mban përgjegjësinë e vet. Pikërisht pra. Dhe vendimi që dha apeli, prandaj krijoi këtë perceptim, sikur fullani u lirua, nuk u lirua, në arrest. Shtëpi është ai. Prokuroria është në rregull me akuzën. Prapë është e ligjshme mëse argumentet ajo është tjetër gjë, janë totalisht nuk hyn atë pjesë sepse është një gjykatë më lart që e vendos. Megjithatë bjem dakord që një arrest shtëpie dhe një arrest në burg me kushtet e burgjeve tona nuk është e njëjta gjë. Në këtë studio, nga ky televizion kemi nxjerr pamje të vrasjeve në bulevard dhe njerëzit janë në rrugë, të lutem. Tani po ti hyjmë asaj pune, harrojeni. I filmuar tjetri ka vrarë mes bulevardit, nuk ka qenë një njeri do kudo, një njeri i stërvitur, i trajnuar, çatë mund që mban atë, dhe njerëzit janë në rrugë. Pra, nëse do të hyjmë te standardet e drejtësisë son, aty pastaj është qameti. Në këtë histori ne na intereson së pari, në qoftë se thash do mbyllet me këtë çështje, atëherë do thotë politikisht kjo histori është e mbyllur, banka e ndroi Këshilli Mbikëqyrës dhe guvernatorin, sepse do vi dikush tjetër, kjo aty fshihet pastaj vërtet një prapavi politike, unë uroj të mos jetë kështu, shenjat që shoh janë pikërisht kështu. Erbari, ti beson në skenarin konspirativ që skenare konspirative rreth së ngjarjes apo është thjesht një vjedhje që u zbulua në këtë mënyrë siç na shpjegoi për shembull? Jo, thjesht do të thonë që vjedhja nuk është zbardhur dhe ne nuk e dimë se si ka ndodhur. Dimë vetëm që ka ndodhur. Kurse për këtë pjesën do të thonë që ja besoj te drejtësia apo jo, fakti që ne po diskutojmë, do të thonë është një lajm pozitiv, do të thonë që normalisht ne po diskutojmë një çështje, do të thonë të dy fytyrësisë së drejtësisë përballë njerëzve të pushtetshëm dhe të papushtetshëm, kjo është pozitiv. Duhet me pas parasysh edhe faktin që Fullani është zyrtari më i lartë i shtetit shqiptar arrestuar për shumë edhe shumë kohësh. Kështu që edhe ky është një precedent historik që nga shekulli i kaluar. Nuk dua të gjykoj fajsinë ose pafajsinë të ish guvernatorit tashmë, së Zotrinit Golemi, po mendoj që presioni publik ka shkaktuar një pjesë të problemit, domethënë që të aksionit, do të mirë të pasojave që janë sot. Ne duhet kemi një pyetje, po ka shumë njerëz që e pavarur apo jo, më fal Gjergj. Ka shumë njerëz që janë arrestuar. Nëse s'është e pavarur funksionon. Ne do jetë pyetje për një emision tjetër. Jo, kjo është shumë e rëndësishme për ta thënë, për ta rithënë këtu, për mendimin tim nuk është e pavarur. Dhe në qoftë se tani kjo shkon, një gjë shkon sjell tjetrën, kështu që tani gënjejmë veten, bëjmë sikur kur themi që s'kemi drejtësi të pavarur dhe nga ana tjetër drejtësia u ta zgjidh siç duhet këtë gjë. Elsa te thesari u dënuan 2 fshatar, bën nga 2 vjet burg, 320 kg Shumë mirë thesari, përmendet edhe vrasjen e Santos në mes të rrugës që për turp të dheut ishte nuk ka ku të shkojë. Edhe në qoftë se do kishte dështim të plot dhe ka dështim të plot institucioneve të policisë, të drejtësisë, në ai moment ka qenë s'ka ku e pan qytetarët, e shohim për ditë, e përmendim, e bëjmë dhe gjithmonë betemi në këto rrethet shumë shkurt pas televizioneve. Politika realizoi qëllimin vet, e shkarkoi Fullanin se si do realizohet emrimi, ajo problem tjetër, ndoshta kërkon një emision të veçantë. Gjithë çështja është procesi është ndër prokurorisë. Politika mbaroi punë, sa mirupafshin, do t'ia di më për atë punë. E qarë do bëj prokuroria, ja, tha, tani, pse nuk hetohet në gjitha këto? Kush tha që prokuroria, politika e ka lënë në mes? Jo, politika e ka lënë, mbaroi e plotsoi qëllimin e vet, e shkarkoi Fullanin. Tani i thot prokurorisë vrapsh veten se ç'a do bësh editia, do t'ja di në atë punë më politika në atë histori. E mbaroi atë. Tani s'di ç'a të bëj prokuroria me këtë çështje. Se e tha zoti Hoxha, tha 1, 2, 3 gjëra, pse nuk heton gjithë kjo? Çfarë bën? Në këto pyetje, pikpyetje dhe opinionet nderuar televizionistë, më duhet ta mbyll emisionin duke sigurisht ndërfutur në fund të këtij transmetimi pjesën e tretë të intervistës Elivar Golemit. Të kujtoj edhe një herë një intervistë ekskluzive edhe për Studion e Hapur, një intervistë e cila nuk mori lejen e prokurorisë për të realizuar me kamera në ambientet e burgut, por që ne gjetëm mënyrën tonë sidoqoftë për të realizuar. Për sa kohë mendojmë që e drejta për të informuar është një drejtë kushtetuese, e përsëris për herë të tretë sot dhe ne jemi vetëm shërbëtor të kësaj të drejte të qytetarëve shqiptar. Në Ballauri, zoti Hoxha, faleminderit zoti Gjata, faleminderit gjithashtu edhe kolegu Erbara që ishit me mua. Ndiqni pjesën e tretë nderuar televizionistë të kësaj interviste ekskluzive të ish kryeinspektorit së Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi, e cila ndodhet aktualisht në flasim në qelitë e burgut 313. Bashkë natë mirë me Studion e Hapur, takimi është martën që vjen.
Kanë qenë një të pak zërat që kanë dalë kundër vendimit apelit për masën tuaj të sigurisë. Mes tyre ish kryeministri Berisha dhe kryeministri aktual Rama. Ata rrallë bien dakord për ndonjë gjë. Jeni ndjerë mirë për këtë? Absolutisht që jam ndjerë mirë. Përderisa detyrohen dy kryeministra të pojnë të njëjtën gjë për këtë proces, më duket se gjërat e gabuara kanë shkuar larg, por gjithçka i mbetet gjykatës. Pse mendoni se ju mbetet në burg? Mero Baze, botuesi i gazetës Tema, arreston si arsye se ju nuk patët mbështetje politike dhe financiare për të korruptuar prokurorinë, e mbi të gjitha jeni edhe femër. Ju çfarë mendoni? Nuk dua të komentoj gazetarët, por e di që mbështetje politike nuk ka me aq më pak financiare, por nuk dua ta besoj që procesi do të ndikohet nga këto të dyja. Nëse kjo do të rezultonte e vërtet, pra që duhet mbështetje politike dhe financiare për të fituar të drejtën, atëherë është e kotë që flasim. Do kishte mbaruar gjithçka. Është sikur unë të luftoj me shpatë druri ndërsa kundërshtari me automatik me plumba. Le të shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë. Si kanë kaluar këto ditë në burg dhe çfarë mendoni për realitetin e tij? Ju krijojnë mundësi të ndiqni mediat? Në ç'më mënyrë? Është një ambient komplet tjetër, krejt ndryshe nga ajo që kam parë nëpër filma apo lexuar për burgjet. Së pari, njëherë dua të vlerësoj administratën e burgut këtu, për korrektësinë dhe rregullin me cilin bëjnë punën e tyre. Për etikën dhe mirësjelljen jo vetëm ndaj meje, më kuptoni, dhe kjo administratë tu bën një punë o zot sa të vështirë. Jeta në burg ka shije të hidhur, është plot vuajtje dhe ditë të vështira. Miksohen në vijimësi e mira dhe e keqa, vështirësitë dhe qetësia, dhimbja dhe buzëqeshja. Secili duhet përpiqet fort në pritje të ditës tjetër. Jeni në ndonjë dhomë të veçantë apo bashkë me të paraburgosurat e tjera? Si u pritën ato? Jemi disa të arrestuara, këtu secili shikon punën e vet, hallin e vet, dhe çfarë problemesh mëson këtu, sidomos në repartin e grave ku jam unë, një tmerr. Këtu jeta shfaqet tërësisht e zhveshur dhe me të gjithë egërsinë e saj. Që ta njohësh jetën duhet njohësh burgun, ka thënë dikush. Por një mungesë ka këtu për cilën s'ka çfarë të bën kurkush, është ajo që thot Dostojevski, në burg për asnjë moment nuk mund të jesh vetëm. A jeni takuar me familjarët? Për çfarë ju vjen më tepër keq? Takohem rregullisht sipas regjimit ligjor që vepron këtu. Nuk kam patur asnjë pengesë deri tani. Prindrit më përkrajnë dhe nuk mungojnë që me çdo mjet të ma vënë në dukje se janë pranë meje. Më vjen keq që pa dashjen time unë nxora këtë problem në këtë moshë. Si e shikoni fundin e këtij procesi dhe të ardhmen tuaj? Jam e bindur në pafajësinë time dhe se nuk ka mundësi që drejtësia të mos rivendoset, por të veproj gjithmonë si deri tani. Unë besoj te ligji dhe drejtësia si filozofi. Nuk ka satisfaksion më të madh për çdo njeri kur vëren që rivendoset ligji dhe drejtësia, e kundërta është shumë tragjike. Të ardhmen time e shoh që kur të dalë do filloj gjithçka nga e para dhe do t'i arri piksynimet që i kisha vënë vetes para se të ndodhte gjithë kjo. Do të përfundoj provimet dhe do të pajise me licencë ndërkombëtare si financiere. Principi kryesor i ekzistencës është të gjitha situatat në jetë përshtatin për vete, që gjithnjë prej tyre të marrësh më të mirën. A ka diçka që doni t'i thoni dikujt sot? Familjarëve, të afërmve, rrethit tim shoqëror, i them që do qëndrojmë të fortë. Jeta është luftë dhe unë do ta fitoj këtë betejë. Ka patur njerëz që kanë fituar kundër kancerit, e si nuk fitova unë kundër një padrejtësie? Çfarëdo që të ndodh, unë ndjem në paqe me veten se jam e pafajshme dhe dua t'i bind të gjithë të njohurit e mi që jam e pafajshme. Kjo është shumë e rëndësishme.